brenda dhe jashtëm, nuk është në nivelin e dur, sepse ne po u futëm edhe bësh antar ke të drejta dhe detyrime janë monetare, që duhet përballosh buxhetin tënd në raport me kërkesat e nuk e keni ke poshtë 60 se 57-8 në mos gaboj. Nuk të merr dikush në Bashkimin Evropian po jenë me borxh mi 50 pi 60. Do ta kesh poshtë 35-s. Poshtë 35 nuk mund të shkoj më shumë se 35. Jo, apo prandaj po them se kriteret janë më të rënda se aq sa mendojmë ne. Por zotri, ti mund të normosh ligje nga mjesi deri në darkë. Avokat, të bëj çik opozit, po janë hapur gjithë kapitujt avokat, janë hapur të gjithë. Sot kapitujt kupton detyrime. Kapitujt nuk kuptojnë detyrime, jo mashtrime. Çfarë do të thotë detyrime? Infrastrukturë, lek. Tani, po ti, ai që është në bujqësi, duhet të marri pajisjet e dur që të japi shtetit të ardhura, po ai duke u marrë pajisje të cilët janë të financuar nga Bashkimi Evropian, ato pajisje nuk i merr kur dhe dikush i fut në xhep. Si do futesh ti në Bashkimin Evropian? Duke prodhuar hajdut përsëri. Po këta thonë që po them, do bëhet Shqipëria, më dëgjoj mua këtë dhe mbaje këtu. Shqipëria do bëhet gazi i botës në Bashkimin Evropian për lekët që do vinë nga Bashkimi Evropian. Mbaje dhe regjistroje. Do bëhet gazi i botës me këta që do vjedhin në mënyrë të pa imagjinueshme. Avokat, këta tani mend këtë që po të them. Mbaje mend këtë që po të them. Shënoje, Shqipëria do bëhet gazi i botës me lekët që do vinë nga Bashkimi Evropian. Se do bëhet kërdia e vjedhjes duke kalu çdo imagjinat. Megjithatë, avokat, këta thonë që këto gjëra kanë ndodhur edhe në Greqi, edhe ti e di, kanë ndodhur edhe në Maqedoni, edhe në Itali kanë ndodhur kudo, po Bashkimi Evropian kësaj radhe ka thënë unë do i kontrolloj, por kam frikë se do ndodhi vjedhja, sepse ti e di shumë mirë që vjedhjet ndodhin edhe sofistikohet vjedhja, nuk bëhet gjithmonë e njëjta vjedhje. Prandaj po them, vjedhjet do të ndodhin dhe mbaje mend që Partia Socialiste do të goditej nga vjedhja e saj duke vjedhur vazhdimisht ashtu siç kanë vjedhur nga momenti kur kanë ardhur që në 2013-ën vetëm burgaxhika kanë dandisur jo se drejtësia funksionon. Po për shkak se ja e futën njëri tjetrit edhe në fund fare e përfundu njëri tjetrin në burg. Kjo është e vërtetë. Pra avokat ju thoni që ne nuk i mësuam vetë këta, po i solëm nga jashtë. I mësuam andej. Jo, nuk e kuptove. Nga brenda këtu i kanë bërë gjitha til prisje që në 2013-ën Shqipëria të ndryshonte sepse ishte një sali i keq. Në 2013-ën deri më sot të gjithë këta çka kanë bërë? Kanë vjedhur me njëri tjetrin, flas nga Partia Socialiste sepse ata kanë shkuar kanë spionu njëri tjetrin, sepse në rast se nuk ka një spionazh brenda vetes, ti nga do ta dish që si vjedha i tjetri. Brenda vetes ka ardhur spioni. Ai kanë prish pazarin dhe ka filluar duke denoncuar njëri tjetrit. Dhe prandaj them që rasti i këtyre që po do ndodhin vjedhjet edhe në Bashkimin Evropian, edhe këto do i shikoni se do bëhemi gazi botës, shumë e thjeshtë kjo. Avokat, po hyen e bët të gjerë dhe të plotë panoramën. Po çfarë do ndodhte para të nisë? Asgjë nuk do ndodh thjesht një paraqitje, do thosha një do jetë me të fortë numrave apo ndoshta kauza ideja që do shpaloset aty, si do vazhdoj. Pra si do imponohet kjo gjasonte? Edhe zoti Berisha imponohet te Rama me ndryshime kushtetuese. Këtu. Pra, e gjithë pazari do luhet tek ndryshimet kushtetuese. Në rast se zoti Berisha don të bëjë diçka, do bëj vetëm këtë kryengritjen e tij ose ringjalljen e tij pas një pauze të gjatë. Sonte ringjallet Berisha thoni ju. Po do të ringjallet Berisha sepse pas 11 maj Berisha është ringjallur në mënyrë kushtetuese, që do të thotë zoti Rama mund të bëjë ndryshime kushtetuese vetëm me Berishën. Por ndryshime të kodeve dhe të tjera që do 84 vota e bën me aleatin e vetë të përhershëm të zotin Doshi. Si edhe zoti Doshi ka kontribuar shumë me ngjarjen në 21 janar, mos gabojmë, janë edhe këto fakte. Pra, ju duhet keni parasysh që e gjithë kjo që do bëjë zoti Berisha është për shkak të marrëveshjes së politike që do të kenë dy partitë politike për ndryshime kushtetuese. Tani, a do jetë në favorin e Partisë Demokratike apo jo ndryshimet kushtetuese?
a do të pranoj që Berisha të bëjë ndryshime kushtetuese, a do të ketë fitim apo humbje, kjo mbetet për të parë, por për mendimin tim, çdo ndryshim kushtetues në këto momente do të jetë disfat për opozitën në tërësi, jo vetëm për Partinë Demokratike. Ku do shkojmë më keq? Jo, por nuk ka lidhje me më keq apo jo, sepse kushtetutë do kesh përsëri, por e vërteta është se sa herë ndodhin ndryshime kushtetuese që janë gjithmonë ndryshime të cilët bëhen shumë shpejt, sigurisht që disfavori bën tek partia që është partia e dytë. Përsa në rast se do të bëhen ndryshime kushtetuese dhe nuk do të merren për këtë legjislaturë dhe mund të parashtrohen pas legjislaturës së 2029-s, atëherë mund të themi që po Partia Demokratike negocion dhe bën një, do thosha, një provokim të duhur për të kuptuar se në rast se në 2029-ën nuk shkojmë me ndryshime të reja kushtetuese, por shkojmë ato që jemi aktualisht dhe shikojmë rezultatin zgjedhor, atëherë ligjvëndësi i ri që do të jetë në 2029-ën do kuptojmë a do të shkojë dhe të bëjë ndryshime kushtetuese apo jo. Në rast se Partia Demokratike shkon që nesër dhe bën ndryshime kushtetuese menjëherë dhe ndryshojnë dhe përditësohen në kushtetutën aktuale, Partia Demokratike e ka humbur kështu në mënyrë spektakolare dhe mos të qahen më për asgjë dhe thjesht vetëm nga PD ta bëjnë shoqata PD. Sakt. Avokat, po Berisha mos ka gjë hallin e 20 janarit që po e bën këtë protestën? Si hall s'ka Berisha për 20 janarin. Kjo është praktika. Kështu bëhen në vendet perëndimore. Po pse nuk shkon atëherë? Për sa i përket 2011-ën, 21 janarit. Berisha nuk ka përgjegjësi penale. Berisha ka vetëm përgjegjësi do të thosha politike. Doli, tha është një krim shtetëror. Se është një krim shtetëror. Por ajo që mua më bën të dyshoj është kjo. Mirë që ka një krim shtetëror. Për ti Partia Socialiste, pse ke marrë Agron Malajn edhe bërë deputet ai që ishte në zonën e parë? Se unë nuk mund të marrë një person që dyshoj.